Wallahi nëse e sinqert Allahu, edhe e ki njetin e sinqert, e ki bindjen në Allahun te baraka wa taala, wallahi al-azim veç me thon bismillahirrahmanirrahim, me emrin e Allahut ajo më njëherë largohet. E lexosh tani dikun në botën islame, dikon prej hoxhallarëve të ummetit, thike kështu, thike a keni menduar ndonjëherë pse për shembull në shekujt e parë të islamit sihri edhe fenomeni i njerëzve të goditur me sihr dhe me gjin ka qenë shumë i vogël. Për dallim për kohës tonë sot, Allah, çdo i tretë i katërti do njerëz thonë e kish kap sehri. Sa atëherë kanë pas njerëzit itikadin shumë të fortë edhe janë kanë të përkushtuar për fe. Ai kanë ditë ata krejt çto çka bëjmë të muhabete në mënyrë natyrshme kanë bë. Sa shejtani s'ka, shejtani gjin vend kur robi o gafil. Kur robi se përmend Allahun, kur robi nuk i bën lutjet, se shejtani në një shtëpi ku aty përmendet Allahu dhe ka lutje dhe ka dhikr dhe ka lexim të Kuranit, s'ka shtek aty shejtani. Edhe atëherë ka pas kësi fenomene, po jëmë konë shumë pak jëmë konë. Jo, a dini që në botën islame kërkoj falje pe i rukje gjive. Allahu i rujt të gjithë ata që janë si duhet, janë shumë të mirë për ne dhe janë të nevojshëm, po du me thonë një fjallë mos të idhnohen. A keni ndiju ndë njerë në historinë islame? Mos keni ndiju, mos keni lezu në e liber. Në histori islame që kër e kanë përmen në i hoqë, në i alim kanë thonë kjo ka bo rukje. S'ka kësi në histori islame, s'ka kësi fende. Ta dikomni, nuk po du me thonë unë që kjo bidat, jo. Rukje ka bo pejgamberi a.s. Pejgamberi a.s. i ka bo, i ka ledzu Kur'an, rukja me ledzu Kur'an, i ka ledzu Kur'an Hasanit, i ka ledzu Kur'an Husejnit, fëmijëve të muslimanve. Mirë po, nuk e ki diku, ka me qindra libra në biografin islame që përmendet biografia e dietarëve dhe personaliteteve, nuk mundesh me gjetë një të vetëm që thot që ky ka bo rukje, i vishin njerëzit ka 500 veta me bo rukje. A dini pse ka arë shprehje rukja? Se muslimanët janë botë padishëm, tani atona janë dalë do mashtrus, do dëgjalla që shkrujnë që i bojnë, edhe dëgjalla, dëgjalin, mashtrus, kriminal, që njerëzve ju bojnë keq. Për dyshe, baba i bën bre, nona i bën rukje e vladit vetë. Baba, nona i bën rukje. Kush mundet me dasht e vladit? Hoxha s'mundet me dasht e vladin tënë ma shumë se sa ti. Hoxha bën rukje, alhamdulillah. Po baba, nona i bën rukje. Se e dënë me hakikatlëk. Doan e bën shumë të sinqert. Po qatë shumë jenë botë pa dishë musliman, sa që tash du të me shku të një hoxha dhe mu bo aty rendi, me thirë ka një avdita hoxha po më pranona. Kur'an kemi e ledzu. Wallahi nëse e sinqert Allahu, edhe e ki njetin e sinqert, e ki bindjen në Allahun te baraka wa taala, wallahi al-azim veç me thon bismillahirrahmanirrahim, me emrin e Allahut ajo më njëherë largohet. A do të bindje të fortë. Sikur Imam Ahmedi rahimahullah, kur ana Imam Ahmedi çata hoxha ta s'ka që Imam Ahmedi pas ka burruke. Pas ka burruke Imam Ahmedi në formën ton. Po sigurisht që kanë lexuar Kur'an. I kanë ardhur Imam Ahmedi ka thonë një fëmijë shumë keq. I kanë merë që të nallën teme, nallën që djemtrije këto, i dina që Rahmoni për para në gjamia ka pas nallë me marra vdes, fon papuqave pe i drunit, thot merë nallën teme dhe qaja atina, thuj që kjo është Imam Ahmedit, mos bën vakia marrë Imam Ahmedi, veç po të qënë selam, lej robë të Allah të shlirë, mos inguc,